Jam I bindur që do bëhet hit. E dëgjova për herë të parë, më pëlqeu ajo. Dëgjoj, më trego të vërtetën, cila ka qenë skena më e vështirë për të xhiruar? Më e vështira. Më e vështira ka qenë momenti kur më thot Kiara, nuk dua të kem të bëj, nuk dua të shoh me surratin, s'dua të merrem fare me ty dhe iku me lot në sy, domethënë. Kam me të pa frym deri që I tha regjizori kat. Hajde më këtu ku shkon. Ai më tha film, jo është film. Është film, po u përfshim shumë edhe mund ka lënë pa fjalë Kiara, nuk e mendoja që do ishte ashtu, po na ka lënë gjithëve pa fjalë, realisht. Kështu që faleminderit gjithëve, faleminderit ju edhe herë, shihoni Big Brotherin. Do kishta dash shumë që ky të ishte ai momenti I fundit për me mbyll me një shprehje për shembull. Ja, pa mirë, a keni punë për? Po kemi më në çketi. Po mirë, du me ik. Po ik, pra thuaj shprehjen. Jo, po se them shprehjen kështu, s'ka kuptim. Ua, kot. Ç'ke se ta çoj me mesazh edhe lexon mbrapa. Po si do them unë shprehja që më nisi Luizi, po thuaj që një shprehje. Jo, se dallohet që ta kam thënë në burr, se nuk mbyllet ashtu, çka ka dhe ik kështu, a kupton? Po si? Qeshin, mos e ik. Aha, po jo, po nuk është shprehja Barcelet o njeri. Shprehja është duhet lërë të mendosh ti. Për te shakave, unë jam I magjepsur nga Ledioni që I ka dhënë goxha energji këtij format. Dhe umsova me pa në zyrë si drejtor, dhe me letra gjithkohën dhe thash ka harru. Realisht kam menduar që ke heq dorë nga prezantimi se për angazhimeve dhe më vjen shumë mirë se I ke dhënë një tjetër energji, veç se mundoj me majt rregull më shumë, bërtit pak më shumë. Po unë jam një çik demokrat nga natyra, më pëlqen opinionistave liberal. Jo demokrat. Demokrat. Po ti ke probleme demokratët. Kush halli jot? Për sa I përket opinionistave, Arbri dihet që bëmas me kanë Arbri këtu as si më thon s'kena drita. Po, kjo është vërtet. Kurse Monika më ka surprizuar edhe me 2 punë. Mas dite këtu para dite atje. Ja the Gretës që ka ballon, edhe thotë Greta s'kam bë muhabet thotë. Edhe thotë që s'kam thashë theme, ha? Ka lënë gjë pa thonë. Sinqerisht është një bravo e madhe për ty se të arrish të marrësh buzëqeshjen, të rush qetësinë, është diçka për të vlerësuar dhe të kesh nerva me duru disa po I quajmë budalliqet kota që mund të bëjmë në atë brand. Faleminderit shumë për jush, e keni bërë shumë më të bukur, Arbi ka shnosh, ti ke mirë, natën e mirë bashi, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Okej, shkojmë në shtëpi. Edhe Greta ka kënë vizme, 100% dhe Krusita. Nuk kemi ne mosh për kështu. Ju dëgjojmë. Yje! Ej, Mal. Po? I ka hik qëndrimi. Jemi gati për të zbuluar verdiktin e sovranit? Po. Totalisht. Presim Zarfin në studio. Është momenti jot. Me qenë se jeni shumë në televotim, nuk po ju kërkoj të ngriheni, mund të qëndroni ashtu, po lexoj emrin e banorit që largohet sonte. Pyetja ka qenë kë doni të shpëtoni dhe më pak I shpëtuari nga ky televotim, banori që do të lërë që sonte shtëpinë e Big Brother, duke humbur kështu mundësinë për të vazhduar garën, është Krusita. Krusita më vjen keq. Urime pjesës tjetër. Nëse doni të vini të më takoni tek dera. Krusita të pres në studio. A do mi bësh një gjëra të gati? Kam të që vetë rëvën të rëvjetimin tonë.
Merë kopër vetëm tatë, qëtëzohë, jellë, inside out, mos harro qëllimet e tua, jepi sa je në vëmendjen e të gjithë. Edhe pozicion të tua, të nëzina. Në të më shumë që një shpirtë edhe unë. Shësit. Gjenë në shumë të një shumë të kishëm të të sen. Të më të një Dashtimi preferuar. Suksese edhe ti. Knaqësi. Shumë se merë Sukses. Faleminderit. 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 Krisi, jam I lundur që ti njoha. Edhe unë. Më mungoj shumë zëri jotë. Besëm për vetëm, edhe vetëm për para. E kalu mirë. Hej. Shqipla, ciao. Ciao, ciao. Good luck, vazhdo gjë. Shumë sukses. Faleminderit. Përprafsh. Inshallah. Yes, of course. Sa më gjash projektin. But Nuk pjetë robi është për jo, shto dhe i dhe dora. Ajde, i këpar. Së jo dorën po. Dua të dish asë s'kam dashur zë Amano gjerë. kam pas shumë të vërtet. Për mi të edhin që këta. Go ahead. Edhe dite. Nuk të vaj që të ndihesh kështë jashtë, sigur, për të orë, sigur të shkesht. No, don't worry. Po ta kësha të mbojtin gjithmonë. ciao, ciao. Succese. Ja, Kristita të presh në studio. Krusita? Po. Në fakti me Krusitën kisha shku. Kristi. Po, ishte besprema për nesh si Kristi. Kristi qaj të Krusitës, mo. Falë ti për Italianës. Krist. Pikërisht, Nuk u kuptua shumë nga që ishte mikrofoni në mes të përqafimit edhe... Po, ato që unë kam falur që tek çfarë është diskutuar tek prajmi që ka dalë javë më përpara, kanë qenë një nga ato momentet që unë gjithmonë e kam dashur ta mbroj edhe ajo të dalë me kokën lart. Nuk, absolutisht nuk prisja kaq. Jam I shokuar të drejtën. As nuk e mendoja fare tani. Nuk dua që as kurse si ta mendoj që ka qenë të luaje një loj, po prisja momentin, unë I kam bërë bisedat vetë me Krusitën edhe. Jam I shokuar, Ledio, nuk e di. E qarë. Nuk e prisja. Mirë, do të kthejmë të kjo pas pak. Mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe të kjo do të kthejmë gjithashtu pas pak me Krusitën në studio, qëndroni me ne.